Çam vinë qytetin. Ma pol një banes nuk rinë qytet. Pol ma thon gratis 30 metra shesim shatën, shon gjë pasuni me shit, me shkuti me rnun 5-14 kanë Prishtinë. Ajo burg. Në qytetin e fshati më i mirë se qyteti. Mirë me bujësime tokë, më i lop, pula se fshatar se gjithë, vjellë bashkë. Po nëse i ka kushtet në fshat për mjetu, i ka shpinë apo një tre tokë, s'ka për shka me dalë jashtë. Rrugëm 3.000 euro atje, s'mund vjetën, ma mirë mi marrë të 800 apo 1.000 euro në Kosovë, e jenë shpetonë. Kom dollën e një kur në Perëndim, tani më këthu japë. Ke jetu në Perëndim? Po, 8 vjetë, po, vetëm pa familje për të vetë. Jeta e jashtit tonë është burg, se je me mollë këtu jetë, me mollë prëndë dhe me mollë gjithë dhe s'mujtë më adaptu kërqysh. Përshëndetje për krejt miqtemi. Sot jemi në fshatin Dumnic e poshtme në komunën e Vushtrisë. Jemi këtu sepse kemi dëgjuar që ky fshat ka shumë veçori pozitive, edhe është një fshat shumë i bukur. Edhe pse ka një natyrë tepër të mirë edhe shumë shtëpi, po shohim se po ka pak njerëz. Ne po e kërkojmë një person, një banor të këtij fshati, që ka më na tregu pak rreth jetës këtu në Dumnic. Hajdeni bashkë me mua që ta gjejmë dikant. Agja Remzi sot na jena orë këtu në Dumnic. Jemi në Dumnicën e poshtme, në komunën e Vushtrisë. Tregona çfarë fshati është Dumnica? Dumnica është fshat bukur i madh. Pe asfaltit kryesor, rruga kryesore që është dhe në fund Dumnicës janë 8 kilometra, 3 Dumnica. 3 Dumnica janë. Është Dumnica poshtme, Dumnica mesme, Dumnica e Nord, Dumnica Lugas dhe Lug Dumnica. Na kena dëgjuar për fshatin e Kosovës, për shembull, është e epërmja dhe e poshtmja. Po nuk e kena di që ka ende më shumë. Ka shumë, kemi pas në banor shumë, po tash koha pe bat vetën, rinja pak janë dalë. Na pak si të më shumë të jeni me jetë që në për shtëpia po punojmë. Po tregon për afërsisht në kohën e mëhershme, tregon sa shtëpi kanë për afërsisht, apo ka tash njerëz banor. Që të tash saktësisht në krejt Dumnicat nuk muna me ditë që këtë lagjën tonë, jem konë unë që jem ojmen 22-3 shtëpi. Kretë me familje me të banushme. Po apet që të shtëpia e veç janë ndërtuë, pas luftë janë konë ndërtu, kretë para luftë janë vjegë, ama rinia e ndollë 80%, 90% janë ndollë. Po pse po mendon që po largohen prej katuneve rinia? Po largohen se atje është pak, se ti që është me thonë jetat më me e sigurt, puna është e sigurt, se së më vend tonë s'ka kërkon, po perspektiva këto është pak e ka dashën. Se këto është ma mirë se çdo kon jashtë, ama atje kanë të senë sigurinë më të mirë, të parë vinë më të shpejt, të shëndeti, të nashtë. Po tregon cili është mendimi jot, me çka ja vlen me punu në Kosovë? Me çka dush, nëse është një fshat pa, për shembull, sikurën që janë, me çka duhet mirë, në veç me mendu një mendim, ja kaloj. Edhe perëndimit që janë nevojë për perëndim. Tregon me çfarë mirë është këtu? Unë tash jem dalë penzion, mirë me bujësime tokë, më i lop, pula se fshatar se gjithë, vjellë bashkë. Pra e ki një firmë tonën. Po. Tregom sa i ki, sa lop? Një lop e kam temë, të veç për vete e kam. Pula, pata, bashkën e punoj, të tamë mirë, të krejtë tuën, të pasëm jetë tuën, të është. Krejtë ka është e jodja. Po. Po tregom sa ki përfitime për shembull për bujqësisë? Për bujqësisë është nuk mundit kërkosh se tokën në qekëm, tokën e japi me qera, e të këtuë. Ata që punojnë me qera nuk mundin me llogarinë vetë sa jetë. Mirë me jetu jetën edhe rënon mirë. Nuk o pekën. Në të tokën me qera për shembull. To në fshatin Dumnic. 10 hektari, po me qeron 130 euro është hektari. Që ato që së rrugë mujore nxirë është pa punu heqa e të këtu. Se me punu tokën do të me pas trahën punëtore, po traktora, do të me pas mjetët. Sa ka Kosova punëtor, si pas mendimit tanë? Sa punëtor janë kosovarët? Punëtor se kosovarë s'ki kërkon në Evropë, e shtatë. Në shqiptarë, përgjithësi shqiptarë të kosovarë, ma punëtor nuk ka, dhe shumë janë drejtë dhe shumë janë vendest. Po tregon pak, për shembull, i kemi rinin tonë që dalin në Mërgem. Po edhe nëse nuk dalin në Mërgem, prej fshatit po kalojnë, për shembull, në Prishtinë po jetojnë. Qysh kanë me e gjetë vetën? Ata prej fshatit që dalin qytete, për shembull, është shumë gabim në. Pse? Është tepër gabim, se shamë bëj prind. Mëjshme të ty në kanë jetu në fshat, ata jenë shkuë 30 metra të shesim shatën, gjë për pasuni me shrit, dhe me shkuti me rnu në 5-14 kanë Prishtinë, ajo burg.
kur për knasjes, ka se vynë, për momentin se për para ka qenë, para 20 vjetë, ka qenë më mirë qytetet. Ama që tash, për shembull, unë për një stafet që duhet të shkojnë komunë Prishtinës, atë tash jenë mshera ku dush jetë, para mirë në komunë s'mush me shu. Se e ki autostradë, ki gjitha pe fshatet. Po. Qëmë fshate kemi gjitha shtetores, qëmë vinë qytetin. Ma polë, një badnes nuk krynë qytet. Polë, ma thonë gratis, ashtë me shqipë për diçka biznes, po. Ama më vjetue, kurse pra me. Nuk e kishë ndru me Dumnicë. Asë një fshat, asë jo që bësh Dumnica që është e mirë, pa ki të në fshatet mirë, pa se në kërkosh. Jetën në qytet, në banesën, vetin ka të bërmë. Pas pa pastërti. Pse ka ardhur kjo ide? Ka lind kjo ideja për me dalë në qytet sepse për fshatis problemet. Ka lind pak më herët ka lind, as që tash çata që janë në qytet, tri që kanë shit tokat në për fshatra, ta s'më kthehen më, se kanë porët për me bleqat vend për shembull, se tonë ishin këtu në fshat në letë. Pse si ata në fshat? E ki bija të gjitha. E ki tokën, e ki konon tokën, e për të gjitha. E çatë e problemi, është. Do të thonë, edhe tri gjithkush e ka drejtimin e vet, se nuk do me thonë i riu, veç me punu tokën. Tri e kanë shkollat dhe shkollojnë, mësojnë amo në qytetin e fshatja më e mirë se qyteti. Për mu tash gjithkush në ndonat në njën e vet. do të thonë, edhe Dumnica është një fshat me cilën do të thonë në pjesë e madhe e banorëve e kanë lëshu, edhe kanë dalë me jetu në Prishtinë ose kanë dalë krejt në Mërgjem. Sa është verës e qëndrueshëm fshati Dumnicë? A ka njerëz që vinë prej Mërgjimit afër shtëpive ku i kene këto? E tonë kohë, më thonë çdo vikend, kur bësh vikenda krejt e rinia që janë dalë për qytetin vinë në për fshata që kanë qëtë të shtëpia janë, sa ata që ndalë qytetin, e bojnë fushime, shap, bojnë grilla, ujë ka, tanaj ka, hije, e bojnë shap. Në shumicën e fshatrave që jemi konë, për shembull ka pas edhe villa që kanë filluar me ndërtuar shtëpiza e kësi. A ka edhe Dumnica si lloj? Në lagjën tonë nuk ka villa, në atë Dumnicat e narta po ka villa, ka bazene, ka... Kanë filluar edhe anë. Ata shumë mirë është, ka pishina, ka të gjitha. Po tregon pak me çka je mirë ti për shembull kur e kanë në rini tënde. Sigur rinia sot që Po, qartë. Unë në rini time më kanë në shëper vëzit si autobusa kam përnu, po sa trans e Jugosllavi në atë po. Me kalimin e kohës, edhe se gjithë shqiptarë që në letëru me më largu për punë, kam dollën e një kohë në Perandem, tani më këthyjape. ke jetu në Perandem? Po, Sa ku? 8 vjetë. 8 vjetë ke jetu? Po, vetëm pa familje për ta vetëm. Cili vend? Jem konë në shtetën Slovake, Çeke, dhe në shtetën Skandinave. Pse nuk ke vazhdu me qëndru atje? Projektin ku? S'ku mujtë mu adaptu. Se ku po të arsishme, atje jeta e jashtit, është ishë në tonë është bërgë, se je me mallë këtu jetë, me mallë prëndë dhe me mallë pijgjatëve, s'mujtë mu adaptu kërqysh. Se ka konë jeta me mirë, parët jenë konë matë mira, matë tëmla, se jarë ma shpesh të parja mu, s'tanë knaqate. Ke po nuk të nditën për shamë, jarë më rome të kalu dhe trupu, ke menu veç për shpe, aty është e obligushëm një punë e kry, obligushëm. Tash nuk jemi obligushëm e kry punë, e kry punën temë për shembull. Nëse qeli një firmë e kry punën temë, nuk jemi obligushëm, nuk më detyron kërkush palla skiqare pa po që se bën nesër më sajt, jetë këtu. E çatë diferenca, për çata e këna. A mendojnë që rinia kanë me gjetë për shembull në jetë shumë atë mirë jashtë kur të dalin? Çifti jot për shembull kur ke shku, ke qëndru 8 vjetë dhe je këthy, se s'ja ka vlerë me qëndru. Çka mendon mas 8 vjetë çka ka me bërë rinia jonë, gjeneratat tona të reja? Mas 8 vjetë gjeneratat jonë që nëse sot nisen, mas 8 vjetë apo 10 vjetë gjitha në këthy. Dhe nuk shkojnë, masi janë qëto institucionet të orë që janë bindës e në binore, asë një nuk del jashtë. S'ka për shka me dal jashtë. Rrugën 3 mjerë atje, s'mën vjetën, nuk. Që janë shpenzime shumë të forte, apo. Ma mirë mi marë të 800 apo 1.000 euro në Kosovë, e jenë shpetonë. E këthejen, nuk lakë më kërkosh jashtë në veçmër. Cili është një mesazh jote që ja u kishe dediku rinis kosovare që dalin me jetu në Mërgjem, ose e lëshojnë fshatin e tyme për me dalin Prishtinë për shembull, për me jetu me një banesë vogël? Ju kisha lutash në borët mundësia kushtet njëri krejt që shoj kofo, nëse i ka kushtet në fshat për mjetu, i ka shpinë apo litrë tokë, i ka, mos gabo me shku në qytet. Se nëse është punëtor, unë me shku dhe në qytet me kry punën, me marrë në shpe dhe me punu, e jetu këtu. Po se gabën për shembull, të jam sheli deri në shtëpisë fshatit,
E për shkojnë qytet për rinë banesë, aja është që qa punë është me bo se tash jenë bo rrugë, jenë qelet të stratët, nuk i mu pengesa kërkon. E ma mirë me najtë ku e kalon fort, ku e kalon qatë, dhe të vazhdoj një jetën qatë. Masi veç e përmend edhe pjesën e tokës, tregom sa është vlera e tokës këtu në fshatin Dëmnic. Po tash më varet klasifikimi i parcela, për shembull 2.000, 3.000, 5.000 euro shpanare. Ta më varet Deri në 5.000 euro shpanare. A ka për shembull këto pjesë që domethënë shisin tokën e tyne, a ka një pjesë dërmuese që shisin? jo, nuk e shesin në lagjën tonë, se shet fërkosh. I kanë gjithë punë të mirë, i kanë punojnë shumica janë do jashtë, janë do qenë vjetë, do si matë më shumë të dhe nuk e shesin. E punojnë që ata që e kanë nuk e shesin, këto nuk shitet toka. Se toka nuk shitet, kur. Të nërë ka përmë me zëmë se bë zore, shtina mo, toka nuk shitet. Toka blet, a më shit nuk shitet. Do më thonë sa për sot e kemi një ari toka, po 5.000 euro. E që shkon pak ma herë, për shembull para disa vjetëve, se e dim që tash janë shtrejtu krejta. Po, Nuk e di që mi që shka qenë për porë, se në tak me lagarit me valuta tje, që atërë kun denara po marka, sigurisht e njëjtë i sile. Nuk ka farë diferencët marë. Faleminderit shumë aq. Me dherqoshe, taloshe mirë, Faleminderit shumë. zëti u dhe kofte e ru. Faleminderit.